Ju përshëndetje dhe mirëdita. Ju uroj të jeni mirë. Shumë dashur shqiptar. Siç edhe ju dini, ne jemi në fushat zgjedhje. Pra zgjedhim kryeministrin dhe qeverinë e re për 4 vitet e ardhshme. Por problemi im personal është tek partitë e reja, të cilat ndërmarrin nisma për të goditur qeverinë dhe establishmentin e vjetër pa bazë ideologjike. Dini ju do shqiptar çfarë do të thënë baza ideologjike e një partie politike. Kjo do të thënë kështu, pa një bazë ideologjike, asnjë parti e vogël, asnjë parti e re, asnjë ndërmarrje politike nuk është parti politike, por është një grup rrugaçësh, një grup ordinerësh, një grup i njerëzish pa punë. Po, një sipërmarrje e pistë, një sipërmarrje urithash, një sipërmarrje kërmish. Pse si mendoni ju? Që shumica apo shqiptarët nuk e din se në Shqipëri ekziston korrupsioni kryetarokratik, korrupsioni partijak, korrupsioni shtetëror, korrupsioni qeveritar, korrupsioni shoqëror. Gjithë e din. Por askush nuk merr vendime. Pse? Sepse janë po vetë. Por nuk është problemi tek klasa e vjetër politike, problemi është tek nismat e reja politike. Unë kujtoja me shumë sinqeritet, me shumë besë, unë kujtoja që në këtë fushat elektorale të 2025-s, kujtoja se do të mu zgjidhësh goja dhe do kisha çfarë të flisje. Për ndodhje kundërta, mu lidh goja dhe nuk kam çfarë flas. Vjen shumë keq. Nga një anë, po dhe nga një anë ndjem shumë i lehtësuar. Dhe është shqiptar. Askush nga partitë e vogla nuk duhet më konsideroj si mish për top. Si thjesht një vot. Askush nuk mund të më konsideroj më kështu. Nuk jam dashuritar, as biznesmen, as interesshi, as qelepizgji, as skuthist. Unë në raportin e kam vetëm me publikun, unë e kam vetëm me shqiptarët. Edhe do ta ruajmë këtë raport të ndershëm. Unë nuk kam menduar kurrë që mund vi një forcë e re politike në Shqipëri duke u mbështetur tek lekistët, tek ordinerët e njohur, tek mafiozët, tek paratë e pista, tek veprimet e ndyra, tek veprimet dhe bashkëpunimet në hije, tek veprimet dhe bashkëpunimet e errta që ndodhin vetëm natën. Unë nuk kam menduar kurrë. Ju nuk mund të më konsideroni mu vetëm një vot edhe thjesht si njeri që na jep ne mbështetje kështu kot për qet. Shqipëria bëhet, me rastin tim,
dhe me raste shumë e shumë tjera, ka bërë një gabim që në Elbasan do t'i kushtoj, edhe në gjithë Shqipërinë. Nga një krah është gabim, nga një krah është një vendim i drejtë. Se unë kam prindër të ndershëm, kam baba të ndershëm, edhe kam shokë dhe miq të ndershëm. Morët vesh ju. E po se pa të marrë vesh, ja u ritheksoj prapun që të merë një vesh. Unë kur nuk kam besu që me pare, me lek, me njerës që nuk janë të asaj fushë, mund të cënojnë establishmentin e vjetër, mund të ndryshojnë, mund të kthejnë përmbys, mund të realizojnë në rotacion politik në Shqipëri. Unë kur nuk do ta besoj, edhe askush nuk e beson. Por unë ju uroj gjithëve ju suksese edhe thyrje koke të leta. E morët vesh dhe njerë po e them, e morëm thoni, edhe mos u pafshim kur. Për të tilla punësh, dhe as për një punë tjetër. Qafholl. Në qafholl jeni se nuk bani ju Shqipërinë mbi supë. Gërthapa.